Një tjetër sukses i rëndësishëm në arenën ndërkombëtare erdhi nga qyteti i Cerrikut, duke vendosur Shqipërinë në qendër të vëmendjes për arritjet akademike të nivelit më të lartë. Nxënësi Lorik Qosja, nga shkolla nëntëvjeçare 7 Marsi në Cerrik, ka arritur një rezultat të jashtëzakonshëm në Olimpiadat ndërkombëtare të dijes, duke u renditur i pari në botë në Olimpiadën e matematikës dhe duke fituar gjithashtu vendin e tretë në Olimpiadën e kimisë për nxënësit e klasave të nënta. Ky sukses i rrallë u arrit në kuadër të Olimpiadës ndërkombëtare Neo Science Olympiad, e organizuar në Orlando të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku morën pjesë nxënës nga vende të ndryshme të botës. Rezultatet e Loris Qosjes përfaqësojnë jo vetëm një arritje personale, por edhe një dëshmi të qartë të potencialit të lartë që kanë të rinj shqiptar për të konkuruar dhe për të shkëlqyer në nivelet më të larta të dijes ndërkombëtare. Renditja e parë në matematikë në rang botëror është një tregues i nivelit të jashtëzakonshëm të përgatitjes, logjikës dhe aftësive analitike të nxënësit, ndërsa vendi i tretë në Olimpiadën e kimisë tregon për një profil të gjerë shkencor dhe një përkushtim serioz ndaj mësimit. Këto rezultate janë fryti i talentit natyror të Loris, i shoqëruar me punë të palodhur, disiplinë dhe pasion të vazhdueshëm për shkencat eksakte. Një rol kyç në këtë rrugëtim suksesi ka pasur edhe mësuesja e tij Flutura, e cila me profesionalizëm, përkushtim dhe mbështetje të vazhdueshme ka ndihmuar në përgatitjen dhe orientimin e nxënësit drejt këtyre rezultateve të larta. Arritja e Loris Qosjes ka ngjallur reagime të shumta pozitive dhe është përshëndetur edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili ka kushtuar një postim në rrjetin social Facebook. Loris Qosja, nxënës i shkollës 7 Marsi në Cerrik, u kthye fitues i vendit të parë në matematikë në Olimpiadën Neo Science Olympiad, organizuar në Orlando të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe i vendit të tretë në lëndën e kimisë. Talenti, pasioni dhe puna e Lorisit bashkë me përkushtimin e mësuese Fluturës u shpërblyen me 2 medalje që na bëjnë të gjithëve krenar për nxënësit tanë, shkruan kryeministri.